çka po pritet të ndodh vllazën e motra nesër mbi qiellin e Gjermanisë? A është e vërtetë që po pritet të bijmë me miliona gur apo çka po flitet? Vllazën e motra vërtetë është që pritet të bien yje, si në të kaluarën, kur e pashëm pro një yll të ro, thëshëm luto edhe të plotësohet kishte një dëshirë. Por, nuk është e vërtetë që do të bien gur, pra edhe që do të domtohet pro diçka. E vërtetë është që do të bien yje. Nuk e di a ju plotësohen dëshirat a ju, por çka dim ju thonë që hulumtova atë shumë, pra dhe ishte vërtetë që më shumë nuk keni pa ndonjëherë në jetën e juaj kësi yje duke rënë nga qielli. Pra, të gjithë ju që jeni marak të shihni pro diçka të tillë dhe të shihni një mrekulli pra ta quaj të rënë nga qielli aq shumë yje, aq shumë drita duke pa, e keni mundësinë pra nesër që bie data 13 gjatë natës së shtunë derisa të fillon e dielja. Unë nuk po e komplikoj më shumë këtë video, besoj që isha shumë i qartë. Ju përshëndes të gjithëve, me respekt, Muhammed Bajrami Meti, kaloni sa më mirë.